Ditën e sotme unë kam nisë të qendra PAM Vizion, qendrën për fëmijë, për kulturimin, për edukimin e merat, por me një mikesh që vjen nga Tirana dhe bën një sajdi shumë interesante. Sajditë e librave janë nga sajditë më të bukura. Është Dolores Petrela Rapollari. Po. Dolores është shkrimtare me pasion apo shkrimtare se kështu ke marrë gjurnësi që? Unë profesioni im është ekonomiste. Po. Po unë kam mbaruar dhe letërsi, në rinin time, kam pas ëndrrën time, jo për ta vënë në jetë, po për ta bërë sepse më pëlqente letërsia. Ndoshta fillova me vonesë, po unë kam filluar të shkruaj dhe të shkruaj me shumë vrull dhe nxitim. Përveç romaneve për fëmijë, unë shkruaj romane për të rritur, por libra për fëmijë kam filluar t'i aplikoj sepse jam frymëzuar nga pjesat e mia dhe do vazhdoj të shkruaj, madje po ja fjalën tash që do bëj dhe një libër për qendrën tuaj. E do t'ja bëj dhurat. Okej, shumë bukur. Shiko tani, tek fëmijët, domethënë tek fëmijët, fakti që ti je nxit nga fëmijët nga mbesat, vajzat e vajzës. Dina afeksionet e forta që janë kështu. Është e vërtetë. Njëherë sepse unë të punoj edhe në bisedën, sigurisht me fëmijët, domethënë te pset e mbesës. Po. Te pset e mbesës. Njëherë më duket se kjo romani Stereospases. Thashë vetë po kjo tani. Unë jam nisur nga pset e mbesës, mbesa ime është shumë kurreshtare, është vajzë e mençur, jo se janë mbesat e tjera të pamençura, por unë e shikoj që ajo është një natyrë shumë kurreshtare dhe do të mësoj çdo gjë. Dhe një nga pyetjet që më ka bërë mua shumë përshtypje është Sangela dhe nuk dia ti se ja përgjigje, pse Jupiteri nona tha ka një rreth. Dhe unë u futa në chat, ma besoni, ta lexoja se nuk e dija. Domethënë mendo ça pyetje dhe kur po ja shpjegoja, thash ti them forca e gravitetit, thash nuk do ta di. Dhe e pyes, e di ti çfarë është forca e gravitetit? Ma shpjegoj më mirë se sa e shpjegoja unë. Kështu që ato më frymëzuan që unë të shkruaj dhe ky është libër informativ fiks për fëmijët e klasës parë. Domethënë po, i shërben shumë për të kuptuar se si ndodhin fenomenet natyrore, për të kuptuar dhe botën e fëmijëve, atë botën e vogël por dhe të madhe të fëmijëve që kanë ca pyetje që të lënë me gojë hapur dhe unë ja kam kthyer përgjigjet me shumë vështirësi, po janë përgjigje shumë të bukura për fëmijët. Po me vështirësi ja kam kthyer se në disa pyetje më ka vënë dhe mua në siklet. Pse erdhën midi? I kam thënë dhe vajzave, tash e doni troç, domethënë gocat e mirditës të gjendjes civile që unë punoj, i kam fort për zemër. Dhe herën e parë që kam marrë në mirdit, ajo që më ka bërë përshtypje ka qenë pastërtia e qytetit. Pastërtia. Unë ndjeva, domethënë aq mirë sa mendova, unë kur të dal në pension do bëj një shkim mirdit dhe do vi jetoj këtu, ma besoni ta. Nga tregimet e prindërve të mi, unë mamin e kam nga Tirana, babin nga Korça, nuk kanë lidhje me mirditën, po kanë pas miq shumë, mirditorët më kanë treguar burra trima, të fortë, të besës, me një histori sa të trishtuar aq edhe krenare për të kaluarën e tyre, kështu që e nisa këtu këtë rrugtim dhe nuk është i pari dhe as i fundit, do ketë dhe udhëtime të tjera. Për të plotësuar ato nevoja të fëmijëve që ne në fëmijërinë tonë i kemi pasur, për të thënë nuk i kemi pasur fare. Shko, unë kur po të ndiqe me kujdes, bora gjithë në morësime një lloj retro, do më thellë shumë vite më larg. Dhe thash, libri kinemas, i lidhet të dyja këto gjëra me një emër të madh. Jo thjesht disidentë shqiptare, por shkrimtarisë shqiptare, që është Musine Kollari, e cila ka jetuar disa vite këtu dhe domthonjë ka vdekur. Mua hape një temë që nuk doja ta hapja. Okej, jo desha ta them se lidha me këtë gjë. Dhe Musineja në atë kohë, që ishte një personalitet politike, unë ekstremisht. Do t'ju them çfarë ka Musine. Okej, isha më shumë kësaj. Tani ajo kishte një gjë që bota e fëmijëve ishte bota e saj, sepse i besonte botës së fëmijëve. Dhe kryesisht shkonte te biblioteka dhe dyta mundohej me bërë dhurata librash, imagjinoj t'ju bëje Musine Kollari në atë kohë disidente unike Evropës Lindjes që bënte fëmijëve këtu Trësheni, ku ndiqej dhe përndiqej. Dhe dyta sa herë që shkonte te kinemaja e sipër, shite fëmijë që kishin punë bileta, ajo blente 4-5 bileta që të fusë edhe fëmijët aty. Nuk e di se pse më duket si Musineja sot. Falenderoj shumë. Musineja ka qenë bashkëvuajtse me mamën tim në Burg dhe unë kam marrë dhe kam takuar Musinen këtu
dhe kur është varrosur dhe e di dhe në mënyrën si është varrosur, dhe akoma kam në shtëpi një kukull që më ka dhëruar Mosomia. Absolutisht, nuk e di arsye, se shisi ka një përkim, okay, me sa duhet është. Sa ajo kam dekur në Rëshendë, kam marrë, kam qenë fëmijë, kem qenë më e vogël se goca, kam marrë me mamin që e kemi takuar. Dhe atë kukullun e ruaj akoma. Okej, unë falenderoj shumë, edhe sinqerisht duke parë nga këto pika lidhje, më erdhi një alkimi sepse unë are me shumë kujdes kjo lloj alkimie dhe me sa duket piktakon histori, piktakon njerëzit në momentet veçanta, kështu që unë e parë dashurinë që edhe për fëmijët. Po edhe këtu, po e për mirë ditën dhe me sa duket kanë gjithë nga Mosileja. Edhe ti e meriton atë titull që ke, se mua më prezantoi Artesila, madje shumë pak për bagazhin që ke, falenderoj shumë. Shumë. Shumë falenderoj. Një dita ka burrat mençur. Pra jemi këtu me librin, dishin specialin që do ju përcjell sot, edhe dhuratë që na kanë bërë. Dhurata të dyja që sa të dedikuara i kemi. Faleminderit shumë Suela Kosideri, por institucion e bukur të edukimit të fëmijëve të mirëditës që ke këtu tash sa vite. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve. Por Dolores shkruan libra. Ka një dëshirë shumë të madhe për të shkruar libra. Dhe të shkruash libra sot është një dhunti dhe përveç kësaj ka dhe diçka shumë të bukur brenda saj, sepse kjo dhe i dhuron. Dhe dhurosh një libër sot është një vlerë shumë e veçantë për njerëzit. Kështu që duke qenë se jeni një pjesë e qendrës PAM, një pjesë e fëmijëve, një pjesë jeni të qytetit këtu, unë jam munduar t'ju thras që sot Dolores t'ju dhuroj një libër për këto pushime verore, që dhe ju të afroni pak më shumë për librit, lexojmë libra, dhe t'jeni dhe më të përgatitur pastaj në shkollë, dhe të tërheqim sa më shumë. Dakor? Dolores, për ty fjala e dashur dhe mirë se erdhën që mirë pasta. Faleminderit. Mirë se u gjeta njerë, unë ju dua shumë, sepse unë jam gjyshe vetë, gjyshe dhe kam 2 mbesa. Dhe ajo që më ka frymëzuar për të shkruar libra janë mbesat e mia. Dhe ky libër që do t'ju dhuroj juve i dedikohet mbesës time. Mbesa ime është 5 vjeçë e gjysmë. Për 6 vjeç tani dhe është një vajzë shumë kurreshtare dhe për çdo gjë thot pse. Dhe libri titullohet E dua, që ka emrin Mbesa, vajza që thot gjithmonë pse. Dhe juve gjithmonë duhet thoni pse, se duke pyetur ju mësoni nga më të rriturit. Dhe kjo më frymëzoi që unë t'i bëj një libër me gjithë pset e duas. Ju do ta shikoni te libri, këtu është dhe e dua brenda me foton e vërtet. Është një vajzë çamaroke, edhe një vajzë me plot ëndra, ashtu si jeni dhe juve të gjithë. Dhe të gjitha pset e duas unë i hodha në këtë libër. Dhe ma besoni, ajo më bën dhe ca pyetje që unë nuk jam në gjendje t'i kthej përgjigje. Do me thënë, bota juaj është shumë e pasur, bota juaj është shumë e mençur, bota juaj është shumë e intelekt tani. Dhe jo vetëm ju të mësoni nga ne, po dhe ne të mësojmë nga ju. Se te pset e duas, unë gjeta dhe veten time që për disa pyetje unë nuk dija të ktheja përgjigje tamam. Po kam lexuar dhe i kam kthyer përgjigje e duas. Kështu që ky është libri dhe unë kisha dëshirë, fola me Artesilën, që e kam pas punonjësen tonë, sepse unë punoj në Tiranë tek Ministria e Brendshme, dhe i thash, unë kam dëshirë që disa fëmijëve në Rëshen, unë e dua shumë qytetin tuaj, pavarësisht që unë vi nga Tirana, sa herë kam parë kënaqem dhe mrekullohem, një qytet i vogël, i pastër dhe shumë i bukur, dhe t'jeni krenar për historinë e qytetit tuaj. Keni një histori si rrallë herë në qytetet e Shqipërisë, të jeni ta mbani fort emrin mirëditor dhe ndaj zgjodha qytetin e parë të Mirëditës për të bërë dhuratë këtë libër të e duas. Unë kam dhe një mbesë. Unë kam dëshirë të lexoj vetëm një pjesë të shkurtër të librit dhe që ta kuptoni kush është e dua. Na ishte njëherë një vajzë e bukur me emrin e dua, dhe si në çdo përrallë që nis me fjalët na ishte njëherë, dhe unë kam dëshirë të njiheni me botën e duas si në një përrallë të vërtet, sepse e dua është një vajzë përrallash. E bukur, e mençur, lozonjare, por pak trazovaçe dhe çapkone, ashtu siç jeni të gjithë. Ka 2 sy të ëmbël, një gojë të vogël dhe buzët me ngjyrë qershie. Ajo ka 2 sy kurreshtar, por plot me dritë. Shikon gjithçka rreth saj me shumë habi. Sa herë që shikon diçka të re, ajo ndalon për një çast
mendon pak dhe bën pyetjen e saj të preferuar. Pse? Dhe në çdo pse të saj fshihet një sekret i vogël i botës. Një vajzë e vogël me një pyetje të madhe, domethënë pse është një pyetje e madhe dhe ju ta bëni shpesh herë. Ajer, motra e madhe, shpesh herë mërzitet nga pyetjet e saj, por e dua nuk dorëzohet. Vazhdon të pyes vazhdimisht dhe me këmbgulje kërkon përgjigjet, madje dhe me argumente. Dhe sa herë që ajo pyet, bota është e gatshme të tregojë sekretet e saj. Jam e bindur që këto sekrete të botës janë vetëm pse tuaja të dashur roblush. Ju pëlqeu? Librin do ta lexoni dhe mua do më vi shumë mirë që mësuesja juaj të më thotë që ato e lexuan librin dhe nxorën diçka të bukur nga ai. Sheke, mashallah, Gjoj, që ka Gjoj shpuz. Gjoj, ku ta jap librin, kur të vi radhës tjetër, ti do ma tregosh çka ke lexuar. Ma jep fjalën? Do futen në klasë të parë. Se vetëm kopshën e kam marrë dhe do futen. Po ti që i ke për klasë 5 dhe për kopësht, dëgjoj libri ka figura dhe ti do ta kuptosh dhe nga figurat. Dhe e lexoj mamit. Libri është me ilustrime, është me figurat e pyetjeve të asaj, dhe ose ta lexon mami dhe ti do mësuash mirë. Lëroj që besot, sepse kemi 5 vite që merremi vetëm me fëmijët. Bravo ju qoftë, Sinqerisht. se kjo është një nismë shumë e mirë që dhe në Tiranë rrallë gjendet. Është një mbështetje shumë e madhe që kemi marrë nga Vizion OJF faktikisht, në Sirila Koqidene, duke qenë se ajo i dhe shumë fëmijët dhe kemi 5 vite që fëmijët këtu kanë një derë të hapur, të shtuneve, ditjave, që ne quajmë shtuna me mua. Kemi pas dhe një autori tjetër, Valbona Banka, që nga ka dhuruar librat, i e dyta dhe shala e merë këmbën për vinë autorë dhe shkrimtarë të tjerë, pse jo. Unë dua të them 2 fjalë të falenderoj për zemërsisht Dolorezin, për ardhin në Mirëgjit. Qytet e don shumë, ka dhe herë të tjera me ne kolegët e punës dhe të falenderoj nga zemra që ke zgjedhur Mirëgjitën të parën që të dhurosh libra për fëmijët e komunitetit tonë dhe mendoj se Mirëgjita meriton. E gëzofsh. Ajo është besamsh. E vërteta. Jam ekonomiste. Edhe shkruash. Për temën që ka trajtuar. Mere zemra? Ta lexoj madhe. Marrë të tjerë. Quhet viola, viola. Por viola që është viola, duhet me i, jo me jë. Do të bësh. Do ta nxjerr në Instagram dhe Facebook. Është shumë dhuratë e bukur. Është bërë me duart e fëmijëve dhe ja u dhuroj. Faleminderit. Po si vjen Jana? Briana, sa emra të bukur pas kanë këto. Bravo. Nga fëmijët e qenë. Nuk ne kemi qip të turpshme. Kto sot jam tek qena Hajde. edhe është i gjonë shumë e bukur. Një derë, ku ndrohet libra. Ish nga Tirana dhe të mendosh për fëmijë, të dhuruar libra, dhe të jenë aktiv, është gjonë shumë e bukur. Por gjëja veçantë është edhe kjo se ka të bëjë nga i dhuratë, dhe kjo është dhurata. Këto i punojnë fëmijët këtu, realisht, dhe ne i lejmë aty dhe kush na vjen ndonjë i ftuar kështu, ja u japim simbolik. Dhe realisht është dhurtuar nga duart e fëmijëve. Nga fëmijët. Ato janë asaj ditë më të bukura që njeriu merr në jetë. S'duhen medaljet e shumë gjëra që jepen nga herë etj, por nga dhurja e fëmijëve është gjë shumë e bukur.
Shumë faleminderit një të famë. Dhe Suedes që ka bërë një institucion. Ka bërë një ndihmë të Unë gjithmonë flas për institucionet njëri. Çdo domethënë kur jot institucion është vështirë ta mbash. Por tash duhet shumë kollaj. Për ta mbajtur, dhe ta vazhdojnë ta mbajnë me dignitet, domethënë dhe zhvillojnë fëmijëve gjallërinë që duhet, 100 kanë. Kështu që shumë faleminderit edhe një herë për fam. Ka dhënë një ndihmë të madhe edhe për fëmijët me lokopedi, me terapi zhvillimore dhe APA, ku prej 5 vitesh vinë specialistë nga Tirana vetëm me zëra të ndihmuar këta fëmijë duke zbutur edhe pagesat edhe madje falas nuk u ndihmuar nga projekti. Ne do flasim muzeu, sepse më shumë dike shqiptore që ne duke jemi, shumë moda Adeline, me shpesherë. Shpresoj që qëndrojë Jo, nuk qëndrojë, për fatin e keq. 150.000 kam të verore e tjerë në radhë. Dhe fakti është që të ndërtosh institucion për fëmijë nuk e mendoj gjë nuk bukur për kërkesën. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe ti. Kjo është goca mami që e dua shumë. I thashe dhe Mirë, mirë,